pash ngusht veten. Se e dija që në qoftë se do shkoja në një vend tjetër, do shkoja me një fletë shoqërimi që ky është kështu. Dhe sa po këshin të dalë ajo e drejta e fletë rufeve në atë kohë. Ka qenë shohë 67, atër unë shkova të dhoma, ku flija atje, edhe bëra një fletë rufe. E thash, armik i këtij vendit nuk jam unë, sepse unë e njoh mirë vetveten. Armiq të kësaj partije, këtij vendi janë sekretari i partisë dhe kryetari i bashkimit, ata janë armiq, që më shpallin mua armik. Edhe shkova e njita atje të senda e kuqe. Po e dija që do të heqin. Edhe majta kopjen. Erdha ushtrivat e krevati, ishin krevat 2 katësh, atë ishin 16 veta në dhomë. Edhe unë kisha dhe një dhamë sipër edhe një raft me libra që lexoja gjithë natën aty natë. Edhe mas një orë shkova për të parë ku fletrohen prapë, ishte grisur. Atëherë kur e pash që ati ishte grisur, e i vura tek krevati, kopjen e asaj edhe poshtë për asqarimin. E ka vu atje ku ka thënë partia, po atje armiqtë e partisë nuk e lanë, këtë fletrohe, pranaj e ka vu këtu. Edhe bëra 5 ditë ngrehurie. Ushtriva si për batanijeve, vetëm me një palto, edhe ngrehuria të vërtet jo kështu as me ujë, as me bukë, as me gjë. Vinin ata njerëzit, e kisha vënë atë fletrofen aty, po kisha vënë edhe një spat të vogël në një astek, duke një nxjerrë bishtin që ta shoh. Që mos e prek, domethënë. Që mos e prek kush këtë me gjaku. Njerëzit vinin, ishte një shesh aty, edhe para dhomës, kalonin edhe bënin një hark këtu për të parë që po bën gjoka. Gjoka, po gjoku më thoshin ata mua. Hauka, gjoku, kështu. Po, sigurisht ata bisedonin me njëri tjetrin, që akuza ka qenë e pa drejtë, që unë nuk kisha sjell asnjëherë ashtu. Edhe u mush, ajo, opinioni aty ishte në krahun tim, nuk ishte në krahun e tjerëve. Ne një ashtu 5 ditë, mas 5 ditësh, për unë, shkam që pojë, mas 5 ditësh me vjen një ata fermës atë të administratës edhe më thotë, po të kërkon kryetari i degës punët mërshme, ishte Todi Keqi, që ishte edhe ai nga Përmeti. Një burrë i mirë, një njeri jashtëzakonisht i arsyeshëm, njeri me kështu. Dhe unë i shoqëruar nga ashtu, shkova te në degë, jo, nuk jesh i shoqëruar. Duke unë gjitur sipër nga ura, ishte një pasarela aty nga ura, mbaresha për gurësh. Se s'kishe fuqi? Ishte marruar. Shkova te kryetari, ishin dy oficera që shoqëronin aty, ula atje, atëre qaua shumë. Nuk masha. Dikur mundohet të më qetësojnë, e më thanë dhe jo, partia nuk ka gjë në këtij. Ne si degë e brendshme, kemi mendimin më të mirë për ty, ata shokët kanë gabuar. Thashëm, po ata do shkojnë burg. Jo, thanë, burg nuk do t'i qojmë, po i ka thirrur ta shoku Elmas Temi, a ishte sekretari parë. Nuk e dija e dici, nuk e kishte një dorë. Jo, nuk e di, po pse ta bën ata aty këtë gjë? Pse mendojnë që ta bën? As sot nuk e di. Nuk e di. A ti nuk thesh pas të kuptosh çfarë? Mo vonë, ta thëmun pak më vonë çka ndodhi. Jo, ma thuaj tani. Jo. Ma vonë ndodhi që po ky që kishte shpifur kundër meje, shpifi dhe kundër Qazim Shehut edhe asaj udhëheqëses së pionierëve në komitet partisë që vranë veten. Kush është kjo? Qazim Shehu dihet të mbajti një fjalim me Rorta, pastaj lidhur me këto kundër thashë themeve. Nuk e di këtë histori, se nuk e njoh shumë mirë atë kohë. Po ky njeri ai shpifi sikur ata kishin një histori dashurie. Po ky njeri ka shpifur për ta. Edhe ata vranë veten brenda në komitet partisë. E di këtë histori. Ashtu. Po.
Po, që krijoi idenë që ata kishin një lidhje të dy. Po, ky ishte i martuar, gjëra të tilla, ky kishte gjurmuar, ndjekur andej. Dhe ata vranë veten në zyrë të dy. Vranë veten në zyrë të dy këta. Pra, shpifësi ishte, po ky që kishte shpifur për mua, ky kishte si profesor me sa duket drejt që merr vesh se kush ishte ky njeri. Mbas vetvrasjes së atyre dy njerëzve, çfarë ndodhi me këtë njeri? Me kë? Shpifësi. Çfarë ndodhi unë eksakt nuk di ta them, po di këtë që mas 19-s unë ndesha disa dokumente për që kam qenë në Tepelen në disa gjëra dhe midis tyre shkollave të ky Pelivan quhej ky. Pelivan ishte vërtet. Shkolla dhe ai ma dha një copë posulle. E gjeta në shtëpi ishte. Në shtëpi. Ç'është bërë me të unë nuk di të them. Ashtu. Kaq kjo lidhur me këtë. Mas kësaj, mas grevës furisë, më thirrën në seksion të arsimit edhe më thanë, do bësh kërkesë për studime. Doli për mbar kjo, edhe do bësh kërkesë. Duhet ngrit zëri, domethënë. Merë një, kam një parantezë këtu. Po, kur sapo kisha lënë grevën e urisë, unë shkoja dhe haja drekën te një restorant privat aty në Tepelen. Edhe aty vinte një student i inxhinierisë, më vonë inxhinier kimist nga më të mirët në Republikë, Namik Luci quhej, bashkë me një shokun e vet, Ahmet Sadiku, të dy pejan nga Peja. Po ky Namiku ishte martuar me një vajzë nga krahasi i Tepelenës. Dhe kjo vajzë, domethënë ati ishte mësuese me Maliej. Edhe Namiku vinte takonte bashkëshorten, kishin edhe një fëmijë të vogël në atë kohë, sapo kishte lindur, edhe hanin bukë aty. Unë isha njohur me ta më përpara. Po tani kur mas kësaj grevës që bëra ashtu, nuk u ula pranë tyre, vetëm i përshëndeta dhe ula më vete. Të ata u çuan prej anë edhe këtu. Çka ke pas? Qenë smu, ç'është kjo punë? Ashtu. Thashun jo, po unë kam bëj një grevurie. Po qërë thë, në socializmi i pushkatojnë ata që bëjnë grevurie. Ti gjallë, je. I thashun gjallë, jam moj, nuk më pushkatuan. Për kunda dhe më shuën prapë të puna ku isha, gjera me tjetë. Atëre këmë jenë në Ministritë Brendshme, direkt. Edhe këtu ka qenë një drejtorisë tretë, Skënder Backa, ishte nga Skrapari. Burë më të mirë, unë s'kam hasë në njëherë. O sa shumë burat mirë pas këtë takuar? Sa shumë burat mirë pas këtë takuar? Shumë, po. Skënder Backa. Sa po e merë dhe ja thanë këta që po një shokun të atje po e persekutojnë në Tepelen. Edhe këtë qonë një Nekilengu ishte në sa di unë Gjiro Kastrit, një oficer. E dërgojt e unë atje, ky u takua me mua dhe ky më tha tani do bësh kërkesë për shtetësi, do bësh kërkesë edhe për studime. Thashun për shtetësi nuk bëj ma kërkesë, po pse s'bën kërkesë për shtetësi, nuk bëj sepse unë kërkesën e funit, njerë në vit kishim drejt në të kërkoj. Kërkesën e funit kam thonë kështu. Qofse s'mjepet mua shtetësia, ti hiqet edhe Axhilleshit, sepse edhe ai për te kufirit e ka shtëpinë. Ti hiqet edhe në Xhamia e Hoxhës, sepse edhe ajo është nga libra. Atëherë, kur të hiqet atyre shtetësia, atëherë mund të mos mjepet mua. Jo, ata ta kenë shtetësinë, unë jo. E ky më tha, ky ne kjo, më tha, o gomar, ati me në të ja kemi qo Axhilleshit atë. Letrën tënde. Atë ke tha ndosje, ke tha atë tha. Po mirë, po bëj kërkesën. E shkova më kërkesën dhe më dha shtetësia me njëherë. Më dha shtetësia edhe pasaportizimin e kisha në Tiranë. Edhe më dha e drejta e studimit, erdha student në Tiranë, provuan të më qoj në bujqësor, edhe unë thash unë bujqësi, jam agronom i maruar, pashkuar, ati s'ka nevoj. Jam marrë me bujqësi, plot. Më thanë të shkojmë në mjekësi, jo, në mjekësi nuk di kimi, që di kimin e kam, jam zero në kimi dhe atje ka kimi. Po ku do të shkosh në gjuhë letërsi Shqipe. Edhe më quon atje në fakultet. Marrova 4 vjetë aty, shumë, ka qenë një luzim
shpirtëror, me gjitha gjërat e tjera. Ndryshoi, domethënë jeta jote më në fund. Po, të gjitha. Po ndërkohë ti kishe një shoqe në Tepelen. Në ndërkohë, Kishe një shoqe në Tepelen ndërkohë. Jo, ne nuk ishim lidhur. Thjesht nuk ishim lidhur, thjesht kishim njohje kaq. Dikur, kur isha në vit të tretë të fakultetit, tani unë po më kalon të mosha, unë duhej pa tjetër të krijoja familje. Edhe i vura në rresh 1, 2, 3, 4, 5. Kë vut në rresh ju, ato që mendonit, që mund të martohesh? Po provoj njërë këtu, po pranoj mirë, në mund të shkoj të këtë tjetër. Që ishte. Edhe i pa makinës e shkovan të Tepelen, se te kisha marrë vesh që i Fotinia, ka marrë 2 vjeçarin në Shkodër dhe ishte mësuese në Tepelen. Edhe unë tani, do të paraqitesha në radhë pa tek kjo. Shkova që kisha një nga ta djemë që kishin shaqëruar në Tepelen. Pse shkuat në fillim të Fotinia? Pse shkuat e Fotinia në fillim? Po, ajo më kishte në përshtypjen mu. Ajo ishte vajza që më thonë nuk... ishte vërtet një lidhje e paporositur, një lidhje kështu. E paporositur. Po. Atëherë, shkova në Tepelen, takova një shok, ishte mësues aty Bashkim Zemani quhej. Edhe i thash dëgjoj, ku është Fotinina, kemi mësuese, tha këtu, i thash unë, e po mirë, thash unë do të takoj. Më tregoj ku janë provimet, se merreshin provimet e vjeshtës në atë kohë, atëherë tha i gjenë aty dhe shkova unë atje. Ishin të gjitha ta mësuesit që me njihin e njihja, u takuam me gjitha ta, midis tyre dhe Fotinia. E pashën që filloi të fluturoja, jo? E kuptova ti. Mirë. Se po na dëgjon Fotinia. Ja, japim. Atëherë. I thash Fotinisë, unë dësha bisedojmë pak mu ashtu, po mirë tha unë kam provim këtu. Ashtu, edhe në atë situatë, unë i thash që unë duhem të qojmë njohjen ma thellë, si të thuash mande, dhe kështu që ne fillon lidhjen. Atëherë unë, çdo të shtu unë, gëjesha në Tepelen. Tepelen. Atje gëjesha, kjo dilte 2 minuta dhe ikte në shtëpi edhe në punë të veta, Fotinia, me i dhate, përfunduam, por ajo ishte vajzë 68 kile, dhe ajo erdhi në 25. Pse kështu? U trema unë se ajo, për arsye se kishte kundërshtim nga familja. Nuk donte familja, se ti ishe Jugoslav. Nuk, familje, Rudin, familje më të mirë se familje e Fotinisë është vështirë të gjesh në Shqipëri. Sa bukur.